receta e tretë. Kam qiqrat e zjera. Kam specin djegës shumë pak. Që do bëjmë me qiqra sot? Disa qofte, kroketa. Qofte me qiqra, i lexojmë përbërësit, i kemi të shkruara? Për shembull, në vegani quajnë falafel. Shtoj. E rëndësishme është ajo fundi, receta, shia që do të lënë, çfarë të doni quajini, qofte za, qofte krokante me qiqra. 1 filxhan qiqra të zjera, 2-3 thelpinj hudhër, 2-3 speca djegës jeshil. Jeshil, sepse nuk kanë atë djegjen e madhe, kështu që na duhet sa përshije. Thëri me buke, 1 gjys filxhani, 2 lugë gjelle një seshte misri, lëngu i 1 limoni, pak vaj ulliri, krip dhe piper, spec djegës pluhur, kumin i pjekur pluhur dhe koriandër pluhur. Shifeni, mbajini mend këto 2 erëzat e fundit, kumin dhe koriandër, fantastike me aromë të këndshme që japin recetës tonë. Tani, shtojmë në një grisë. Të gjithë përbërësit i shtoni. Do të bluhet. Do të shtoj thelpit e hudrës, të marrë një thik më të vogël. Coptojmë në pjesës atë vogla dhe ja bashkojmë qiqrave. Ose i gjeni të gatshme të zjera, ose i lini në ujë dhe pastaj i zjeni. Të them të drejtën, nëse ne do bëjmë humus nga qiqrat. Këtë mendova, thash qiqra gjithmonë mund të shkon tek humusi. Humusi ka një të veçantë. Nuk kërkon asnjë lloj erëze tjetër përveç koriandrës, por koriandra që është bim. Bim, e freskët. Po. Asgjë tjetër. Nëse ne do bëjmë me produkte të tjera, domthonë është e kemi fut kot. Me thënë drejtën, mjekët na kanë thënë që një nga ushqimet më të mira janë qiqrat. Mos i ndani, mos i neglizhoni, i konsumoni shpesh, si për balancimin hormonal, si për meshkujt, për testosteronin dhe për kolesterolin. Një tigan. Në të japim atë formën e qoftëzave. Vaj, kemi shtuar që kam këtu. Erzat, kumin, koriandër, mos harroni janë 2 kryesoret për këtë recet. Vaj në ullirit, qiqra, majdanos, krip, piper të zi. Ende nuk kemi përdorur, shtuam edhe specin jeshil djegës, ende nuk kemi përdorur thrimet e bukës edhe një seshten. Hudhrën pa ashtu e shtuam. Nëse nuk është e lëngshme shumë, nuk na nevojitet ja 1 sekondë edhe këtë këtu. Nëse këtu duhet nështë për t'i vendosur. Këtu. Pas ka një pakës këtu, do të thotë që ka nevojë për masën e kripës. Ja dhe erzat e tjera dhe formojmë. Hajtë sa lëngje mund të kenë lëshuar nga vaje këto me radhë dhe i përzije mirë të shpërndahet aroma shia. Ka krip, mirë është në shia? Mirë. Super. Shtojmë edhe një seshten.
besoj me kaq që është gati. Ndon dhe më krokante ky shtimi i thërimeve të bukës. Tani vaji është ngrohur. Sigurisht që shumë pak i duhet Po, më duhet një për të masë skuqur. që tjetë Ndërkohë, kompakte. më duket se janë rrudhur këto modot. Mund t'i shohim, t'i sjellim sa të bëhet gati dhe brumi i qofteve. Nuk më duhet që tjetë shumë e fort. Ja, kështu i vendosim pra në vaj të ngrohur. Do marri një ngjyrë të lehtë të kuqëremt. Sa më shumë që ndronë, Si kjo ngjyra aq më mollë. mirë është sepse mblidhet. Normalisht masat gjithmonë vendosen në frigorifer. Ato mpiksen Pa aty. tjetër, ne e shpejtojmë kohën. Ja, sa më shumë që ndronë, Këto do ishin shumë të mira dhe në tryezën e pa tjetër, festive. Në më pëlqente ti kisha në tryez, qoftet me qiqra. Duke bërë për shumë lloje të ndryshme të qofteve, dhe me perime, dhe me thjerza kujtun me qiqra, me mish, dhe i bën atë në atë tabakane bukur. Ja, shkoj të marrë Provojnë edhe lloje një të ndryshme të pjatë. për të servirur këndshme? mollën, po. I shohim së bashku dhe njerë të gjitha produktet që ju duhen për qoftet me qiqra, qoftet të vogla, prandaj dhe kemi përkëdhelur pak në titull. Do të jenë krokante dhe shumë të shishme dhe të shëndetshme. Ju duhen një filxhan qiqra të zjera, 2-3 udhra, spec djegës jeshil, thërime buke, një seshte misri, pak limon, pak vaj ulliri, krip piper, pak spec djegës pluhur, kumin i pjekur pluhur, koriandër pluhur. Të gjitha i kaloni në një grishse dhe më pas formoni brumin. Ana e servire kështu në pjatë, bukur fort. Një servirje e thjesht e këndshme dhe një shije fantastike që japim mollës. Kemi shtuar brenda gjalpin, pak sheqer edhe kanela, po jo. Po. Ka marrë një aromë shumë të mirë. Duke qëndruar, sepse unë dua të kem mundësinë e bërjes tamam të qofteve. Na intereson ai tigani i parë që të Po, tregojmë po. pak si është rezultati i tyre. Dhe pa dyshim, qoftet që po përgatisim me qiqra, kombinohen jashtëzakonisht shumë mirë me salcën që përgatit për të dyja recetat sot, Ja, kjo edhe është për e pastën. duhura. Kjo është e duhura. Shme e lidhur me Kjo është fort. e duhura. Është kompakte, sepse Po sa vjen në minutat e Po, i shtova edhe kalon më tepër galet, montazhi, normalisht. edhe qëndron pak brumi. Nuk e shtrëngojmë fort, sepse nuk japim dot mas. Nuk japim formën e duhur. Dhe në ndoshta fillim- duhet i kthejmë ato të parat. Dhe bëhen si kafshatza të vogla krokante, duke i zhytur pastaj te kjo salca që do të qëndrojë në frigorifer dhe do të jetë e freskët. Imagjinoni pastaj shihen që do të ketë receta. Këtu. Okej, ne jemi drejt fundit, na thoni dhe sa minuta për t'i servirur qoftet dhe Drejt për t'u fundit jemi ne, përshëndetur. po, japi një sekond me për që t'u përshëndetur nga kuzhina jonë. Çao, t'i Oh. servirëm në të? Oh, Ja, të shohim se pas ka një mënyrë të veçantë, po ta thyejmë kështu, ndoshta thyet në kollaj. Ta provojmë si, okej. faktikisht. Po çfarë kam bërë unë? Çfarë kam bërë unë? Ke marrë atë pa majën për kace. Me një ide dekoruese, Ja, kjo Shumë është bukur. e tillë festive. antipast, shifeni sa bukur. Ta mbaj kështu, që ta shihni?
ja një mënyrë se si do t'i servirni në një pjatancë, kështu përballë. Qoftet me qiqra dhe makaronat. Kështu që bëjni bashk në një ditë të caktuar dhe salca që i bashkon. Salca që ndërtuam, që është shumë e thjeshtë fare me salcë kosi, majonezë, hudhra edhe majdanos, rregullojeni me 2 pika limoni shijen e saj dhe ju bëft mirë. Të lumshin duart. Do vazhdojmë t'i skuqim edhe pjesën tjetër të qofteve, të brumit që na ka mbetur, dhe do t'i shijojmë. Fatë që do t'i shijojmë tani. Mirë, shihemi nesër bashk. Ndërkaq, kalojmë në publicitet, do t'jetë flesh informativ, unë ju pres në bisedën më pas me Reze Dielli.